Unë sot do jem modest si gjithmonë dhe i qartë dhe me argument. Sot jemi në ditët e dhjetorit, kur në adoleshencën time, në vitet 90, prisnim nga të madhërishmit që sot tallen e vjedhin shqiptarët, demokraci dhe liri. Demokracia që nuk erdhi kur. Por kjo demokraci nuk erdhi kur. Dhe sot unë, ku po afroj të 50-at dhe fëmijët e mi që kanë kaluar adoleshencën kur unë kam qenë, prapë shqiptarët janë të degdisur rrugëve të botës. Dhe kërkojnë shpresë, sepse në vendin e tyre ka vetëm vjedhja dhe hajdutlëk. Por jo vetëm kaq. Sot e pat dhe se hirin në mexhelizin e gjithë botës dhe shqiptarëve. Sot zgjodhen avokatin e popullit, për të mbrojtur popullin nga një mashtrues. Avokati turve. Jo vetëm kaq, ju kishte munguar dhe era e karrikeve të ministrive ku vithnin, si Flamurdokës, si Gasbërdhit e gjithëve me radhë. Hajdukët. Por jo vetëm kaq, miq të dashur, Shqipëria jonë lëngon sot e kësaj dite nga mungesa e vullnetit të këtij populli që sot degdiset në rrugët e botës dhe askush nuk ja dëgjon zërin. Dhe unë si bashkëtetar i diasporës, di të them që duhet të jemi më shumë, më të përmbledhur dhe më të bashkuar për të kërkuar të drejtat tona. Bravo! Sepse Shqipëria nuk është e Sali Berishës, e Edi Ramës, e Ballukut, edhe çdo kujt, po është e jona. Bravo! Shqipëria është e jona. Dhe këta djelmosha këtu do t'u vinte të më përgëzonin, por ajo rroga i mban aty dhe thon, a mor vëlla, do doja dhe unë me ty aty të protestoja. Por mbron një hajdut. Prandaj, të dashur miq, do ta përmbyll me një thënie të Nolit ku thot: ne emigrantët i kemi degët në dhe të huaj, por rënjët në Shqipëri. Prandaj Shqipëria është e jona. Luftoni për të ardhmen dhe me dinjitet, për të qenë më të denjë para çdo populli, që ne të jemi vërtet shqiptarët e Skënderbeut. Ju falenderoj.